Bashkia Berat ka regjistruar një trend në rritje të ardhurave përgjatë vitit që lam pas. Si një njësi në prag të zgjedhjeve të pjesëshme vendore, prokurietar bashkie s'kan bën një analizë ekonomike të saj referuar të dhënave nga raporti i financave vendore. Peshën më të rëndësishme ndër të ardhurat e veta e zëzërit taksave të tjera vendore me afro 138 milion lek apo 1.3 milion euro. Nga tarifa e pastrimit janë mbledhur rreth 85 milion lek, nga taksa e ndikimit në infrastrukturë afro 58 milion lek, nga taksa e ndërtesës afro 50 milion lek, të ardhurat të tjera jutatimore përbëjnë 30 milion lek, ndërsa taksa e tokës bujqësore kontribuon me afro 19 milion lek. Sa i takon shpenzimeve, edhe Berati nuk bën përjashtim nga njësitë të tjera administrative, ku pjesën më të madhe të buxhetit e çon për shpenzime personeli, me rreth 644 milion lek apo 6.4 milion euro në vitin 2024 dhe me rritje në raport me një vit më parë. Shpenzimet operative nga të ardhurat e veta regjistrohen në 347 milion lek apo rreth 3.4 milion euro, ndërsa shpenzimet kapitale janë vetëm 242 milion lek apo 2.4 milion euro dhe paraqiten me rënje në raport me një vit më parë. Referuar të dhënave të censit 2023, Bashkia Berat ka rreth 65.000 banor. Të ardhurat e veta për banor në Bashkinë Berat rezultojnë në 52 euro, duke bërë pjesë në bashkitë me të ardhura mesatare, ndërsa të ardhurat e përgjithshme për banor janë 160 euro, duke u renditur ndër 8 bashkitë me të ardhura më të ulta. Totali i shpenzimeve për banor të Bashkisë Berat është 182 euro dhe përfshihet në listën e njësive me shpenzime më të ulta, ndërsa shpenzimet për investime janë vetëm 33 euro për banor. Pavarësisht këtyre të dhënave, Bashkia e Beratit ka potenciale të larta për turizëm, i cili ka tendencë zhvillimi gjithvjetor, çka do të kontribuonte në shtim të konsumit, zgjerimit të bizneseve dhe fuqizimin ekonomik të bashkisë.